Partia Demokratike po tenton të marrë në tavolinë mandatin e 14 në Tiranë. Demokratët kanë kërkuar rinumërimin e votave në Tiranë me synimin që t'i marrin mandatin e dytë Agron Shehajt. Në thelb të kësaj lëvizjeje qëndron një shifër kyçe, 88 vota, aq sa i duhen PD-s për të kaluar subjektin mundësia dhe për të fituar mandatin e fundit në kryeqytet. Për të bërë llogaritjen se sa vota i duhen PD-s që të rimarrë mandatin e fundit që ka shkuar për subjektin mundësia, duhet përdori metodën e shpërndarjes së mandateve sipas sistemit proporcional me formulën D'Hondt që është në fuqi në Shqipëri. Mandati i fundit është ndarë mes PD dhe mundësia, që do të thotë se PD ka qenë shumë pranë marrjes së mandatit të 14, por ka humbur për një diferencë të vogël në përllogëritje. Për të kuptuar se sa vota i duheshin më shumë PD-s për të marrë mandatin e fundit, përllogarisim kotën mesatare që i duhej për të kaluar subjektin mundësia në ndarjen e mandatit të fundit. Më pas llogarisim me sa vota PD do ta tejkalonte koeficientin për mandatin e 14. Diferenca është vetëm 87.4 vota. Pra, duke qenë se kemi në Tiranë 16.788 flet votimi të pavlefshme, PD shpreson që të sigurojë 88 vota dhe të marrë mandatin. Por pyetja që shtrohet tani është, a do të vendoset fati i mandatit të fundit në tryezën e KQZ-s dhe më konkretisht, a do t'i bëjë Lirian Celibashi një tjetër qok Sali Berishës? Deri tani kreu i KQZ është akuzuar nga segmente të ndryshme për qëndrime të diskutueshme, fillimisht për mos certifikimin e rezultatit elektronik në Vorë, i cili u bllokua pa një arsye bindse, pavarësisht se sistemi i votimit nuk prodhoi asnjë anomali teknike. Më pas Celibashi zgjodhi që votat e diasporës nga Greqia, që potencialisht ndikonin ndarjen e mandateve, të numëroheshin në fund dhe jo bashkë me pjesën tjetër të votave jashtë vendit. Rinumërimi në Tiranë është një moment i ngjashëm me vitin 2011, kur Arben Ristani në krye të KQZ-s përmbysi rezultatin e zgjedhjeve për Bashkinë e Tiranës, duke i dhënë Lulzim Bashës një fitore në tavolinë ndaj Edi Ramës. Pra që Berisha të arrijë qëllimin, duhet të futen në lojë KQZ së pari, por edhe PS. Me pak fjalë, një pazar Rama Berisha Celibashi. Duhet të presim dhe të shohim.